Jetës i lëme. Ha mitro, që bëre me ministrin për partizanët? Të trashëgohet e ngzime. Gëzim pagja në shpinë tënde. Nesër themi ta mbarojmë. Gjezu duhani, do moj do t'i japë, oshti doja gjani. Këngë pa zemrën, gjithmonë ka dri kanani. Gjemurat, erë. Në mbaj këtë tjore. Miserdo, Mitro Guri, hajde urdo. Mirë se të gjetë më Murat Benqa. Të trashëgohet. Faleminderit e me shpinë tuaj. Urdo. Të trashëgohet, Murat. Faleminderit. Badjele. E fort. Po që desha atë? Të trashëgohet e Murat Benqa. Faleminderit, me shpinë tuaj. Hajde urdo, sot. Urdo. Të më trashëgohesh. Edhe me një Shqipëri të lirë. Gëzim paq e të lumë goja, Betin. Të më trashëgohesh edhe me një trim. Tu duhet t'i ngjitemi qafës, që t'i dalim fshatit përsipër. Hinauf klettern. Me Shqipëri të lirë, vëllezër. Të lumë të goja, Mitro Guri. Hajde, gëzuar. O bejdo, birë. Urdhro që. Pa hajde këtu, hajde. Shpese. Pa hajde këtu afër bejdos t'i bi, hajde. E ma i keqeni birin i shpresën këtu afër. O bedin, e ke tefterin me vete aty ti? E kam. Në vasë e vetë është ti. Vdekje fashizmit, liri popullit. Ejte 23 nëndor 1923. Sot Këshilli marton bejton me shpresën e Bençajve. Kryetari Murat Bença. Sekretari Abedin Kalemi. Antar Kadri Kanani Mitro Guri. Hajde të trashëgohen. Të trashëgohen. Me jetë të lumtur. Hajde, gëzuar. Hajde, gëzuar, të në trashëgojmë. Gëzuar, Abedin. Gëzuar. Me jetë të lumtur, Murat. Jo faleminderit o vëllezër. Për gaz më shtëpi tuaja. Gazë të mira. Gjuar hallo. Të më trashëgojni fare o bite mi. Edhe me një djalë. Po është, një.
Të na trashëgohen e me Shqipëri të lirë. Hajde, gëzuar. Gëzuar, mitro. Hajde, gëzuar. Edhe këmbët. Gasim të lira. Pushe do vëllë. Arrijë me pushe. Hajde, shpeqi hidhe. Për të mira më deshin gjithmonë. Faleminderit abi, ndasëm djalit. U trashëgohesh më birë. Faleminderit. U trashëgohesh të shumë. E quni se të vejendu jo dërullo beka dërullo qoni se të vejendu jo dërullo beka dërullo qoni se të vejendu jo dërullo beka dërullo e tako me ty gjena uno dërullo beka dërullo Murat, Kur dobi? të marrim një mirësi për miftarin. Ndër. Ti rroj fëmia. Dasëm djeme të me sa. Hajde gëzuar. 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 Unë do ngrihem tani. Për shpejta bedi. E kom, si ta kesh. Bedo, të më trashëgohesh. Faleminderit. Edhe mua do m'jep një leje se m'pret misrin mulli. E unë pa kënduar dhe një këngë nuk luaj nga vendi. Hajde të gëzuar. Liri i popullit. Të trashëgohesh, Beto. Faleminderit, Xhamitro. Shpresim, ata janë. Duhet të sulmoj një herë shitar fshati. Do t'jetë në një vënuar që vjen për urim.
fort! Merni! Qelp sir! Morë po, mu verbuan sytë. Nëmni një rezë për t'i fshirë. E që të duhet të shojsh me, Murat Bënqa? Bolke i parë. Tani të pret plumi dhe është më mirë të mos e shojsh vdekin me sy. Desha të qikoj ty një herë, more, pusht. Ty edhe këta larot e tu. Hajde, hajde bitë. Duhet lemruar qeta. Kush lind e ka hagu vdekjen. Jo një vdekje të tillë që vjen në rrotull kësaj plevizi me kashtë të kalmur. Qelbet e rabajk. Po roja, si nuk dha një shaj në shkretën. Ka kështë vën roja, mitro? Nuk ka faj roja. Në gjipi me në zinin e njojnë venin me pëllem, ata i prunë Gjerman. Kur zunë të jabedin. Se po hodha portën. E travti, sa e të rënë që ke. Gëzojnë qenët. Gëzojnë se zonë këshillin. E që zunë mërë birë. Zunë 5 burra. Po nuk zihet pushteti i popullit, jo. Daj, s'kanë se qëpar të gëzojnë. Mjere thellë, Murat. Pas 4 ditësh mbushet viti që jemi zgjedhur.
E kemi ngritur këshillin më ditë shënuar. Ditën e flamurit. Është ditë e bukur qesh ajo. Kemi bjen shkurs. Prezident në Shqipëri. Si thua, fillojmë? Fillojmë shoku. Plaku Ismail Gjemali, prezident në Shqipëri. Sot, për gjithë Shqipërinë është një ditë e shënuar. 30 vjet më parë burrat e ndritur të Shqipërisë me në krye plakun e nderuar Ismail Gjemalin ngritën flamurin e lirisë në Vlorë. Në këtë ditë të shënuar, Këshilli i Përkohshëm Nacional Çlirimtar ka menduar që edhe fshati juaj, me tradita lufte dhe trimërie, të zgjedh Këshillin e vet nacional çlirimtar që do bashkoj popullin në luftë kundër armikut. Ç'është ky këshill? Pushteti i popullit. Do zgjedhim edhe kryetarin e fshatit. Po ne e kemi një kryetar. Nexhip Efendin. E para punës ai nuk është zgjedhur. E dyta është krye plak dhe përfaqëson pushtetin e vjetër. E treta është vetëm një vetali vet ka di. Kurse ju sot do të zgjidhni këshillin që do të jetë qeveria e fshatit tuaj. Prandaj krye plaku të dorëzoj volën e qeverisë fashiste. Që sot nuk njeh qeveri tjetër përveç asaj që do të zgjedh populli. Po mire ka shoku. Dorëzoj të fashizmit dhe marrët e të popullit. Këtë nuk e vendos unë, por populli. Tani fjalën e keni ju. Çdo gjë e tepërt është harrem. Edhe fjalët. Për neve liria është shumë e shtrenjtë. Ore më mirë të rojmë një sahat të lirë se sa tërë jetën me gjunjë të robëruar. Ti shoku Behar ti thuash partisë? Se fshati ynë është i teri me te, në vijën e parë të luftës. Jemi me partin. Jemi me luftën. Luftë fashizmit! Ne djemt kemi të njëjtin gjak dhe nuk i durojmë dot fashistët. Na thoni tu bijem e ti shfarosim. Ju mjihni kush jam. Ta fitojmë Shqipërinë. Kjo mi gjitha. Por me mend në kokë, mishi të piqet e hedhi mos të digjet. Jo si qa të ri mustaqe pa dirsur. Luftën do ta bëjnë lisat. Dhe jo filizat që kujtojnë se shfrytëron hahet. Nuk e ke drejt, zotrote. Ti harron se ne jemi balli i luftës. I ke buzët akoma me qumësh, more djalë. Lena ne të luftojmë. Apo jo, Abedin? Nexhip, ty të duken të vegjël, por në kurish të tyre përëndon e gjithë barra e luftës. Edhe po e mbajnë. Le ta thonë edhe ata fjalën e tyre. Le ta thonë, po mos rëmbehen. Edhe unë jam për luftën, edhe për këshillin. Por me burrat lashta ma. Ju të gjithë folët fjalë me vend dhe u treguat të gatshëm për luftën kundër armikut. Rinin nuk duhet ta pengojmë. Ajo ka dhënë prova të shumta dhe është e zonja të rrëzojë muret e robërisë. Tani zgjidhni këshillin tuaj nacional çlirimtar. Qeverinë tuaj. Unë them të zgjedhëm kryetar shokun e Xhip. Ai ka qenë kryetar den babaden dhe u a di marifetet punëve të dovletit. Ç'pra los për dovlete këtu? Akoma me kohën e babaqemos ti. Unë jam për Muratin kryetar. Për cilin Murat e ke fjalën? Se në fshat jemi 3 Muratër. Për Murat Bançën. Ai ka dhe një djalë partizan. Dhe u për atë jam, ai të jetë kryetar. Që nga kjo ditë, fshati ynë nuk e njeh me Italinë e zezë dhe tradhtarët. Që nga kjo ditë neve njohim vetëm Partinë Komuniste Shqiptare dhe Këshillin e Përgjithshëm Nacional Shqiptar. Që nga kjo ditë ligjet do t'i bëjnë vetë populli. Edhe do t'i bëjnë me pushke me inat dhe me pushke me inat do t'i mbrojnë. Kështu? Betonemi.
Si e njeheni? Si me shpinë tënde. Rafë se na ke shtrur edhe kasht. Po të doni, ju sjedhe dhe raki. Pse Ergjo është në gjip efendi? Po Gjermani çdo të pi pastaj. Po janë derin deri në fund. Po shoti, spurdhjak! Më mirë spurdhjak se sa tradhtar. Çfarë bën ashtu në gjip? Ky i pa cip guxon të thotë se që aja imi pas ka vjedhur qeresten. Po, e pash me sute mi, kur i nxorën nga stiva jon dhe i ndarkojnë në mushën e gjip efendiut, kur i thash më rrallë. Ky fëmijë ka për shok shejtanin o këshilltar. Ai gënjen. Djalin nuk gënjen, më keni vjedhur qeresten. Dëgjoni këshilltar. Jeni dëshmitar para kusht të rreme. Të vemi ta shikojmë në vend. Ku e ke qeresten? Në borë pranë Plevicis. Shkojmë. Kështu vajti puna. Shkojmë apetin. Në shtëpinë time nuk hyet kaq kollaj morat Bënça. Në emër të popullit, hapu! Ndryshe, do kemi punë bashk. Hajde një jure. Me që një kisho, miftar? Një të rënë sopate, sa ki që gishtit? I shikonën e gjip. Në zyri ju duhet të regojnë që këmë i hollë. Bashën një mabetin. Vdekje fashizmi liri popullit. Sot, më 10 i pari 1943, Këshilli Nacional Çlirimtar i Fshatit, pasi e pa me vend ankesën që bëri Miftar Velua, ndaj Nexhip Dusharakut edhe Nezir Jaqes, vendosi. Miftarit i kthehet me njëherë qeresteja e grabitur. Edhe të akuzuarit dënohemi nga 100 franga hargjob. Ky vendim hyn fuqi me njëherë. Unë nuk pagoja si kacile. Në qoftë se vendimi nuk zbatohet brenda 2 orëve, thirrni forcat e njësitit të fshatit. Disa herë na ke penguar rrugën tonë, Murat. Por po ju lë dhe sonte të merrni frym. Shqipëria shqiptarëve. Vdekja tradhtarëve. Shqipëria shqiptarëve. Vdekja tradhtarëve. Ç'ndodhi? Dikush donte të kalonte fshatin, po e vënë rojet. Mirë ja bën qenit. To, ndyrësira. Po t'jekin.
Pejto. Shihemi. Sa i radhe nuk do t'i lem të na shpëtojnë nga dora. Janë Temurati. Me çdo mënyrë do ta vrasim ose ta kapim atë Bearrin. Patjetër. Shko shpejt në mulli dhe lajmëro Xhamitën të vi bashkë me njësit në fshatit. Kurse u po shkon në shtëpi të lajmëroj Xhamuratin që të bëhet gati. Mirë? Mirë. Ballisët po rrethojnë fshatin. Nga e more veshti? I dëgjova me veshën e mi kur thoshin se duan ta kapin ose ta vrasin komisarin. Ballisë kanë filluar të bredhen fshat më fshat e të bëjnë propagandë. Kurse kjo i kalon saqet e propagandës. Ç'do të bëjmë? Zini dritaret. Kush është ore? Jam unë e Ziri. Çdo? Kam porosi nga komandanti ynë që komunistin që ka prurit birë Surjaj ta largosh sa më parë nga fshati. Ndryshe, Ballis mban përgjegjësi për atë që mund ndodh. Po pse çfarë mund ndodhi? Qeta ka rrethuar lagjen dhe po nuk u bindet do të hap zjarr. Shtu na që nga puna, do me thënë po na kërcënon Balli, po i vëthikat maj më maji. E po mirë. Shkoj i thuaj komandantit tënë se Murat Bënxha nuk e jep komunistin, po e mbron me kokën e tij. Ndryshe thuaj bën tradhti. E more vesh tash ti? Po. Shporru. Shporru! Zini dritaret. Po qëlluan ata, as ne nuk të qëllojmë. Ti e di më mirë këtë punë, Orbir. Jo unë Xhamurat. Partia. Ajo e ka syrin pishët e zemrën e qerë. Pas ka marrë qetë në Krushkut. O Murat Bënxha! Nxirre komunistin që ka sjellë birë Surjaj! Nuk bën Murat. Do të thonë që komunistët qëlluan të parët. Pastaj e propagandë tyre ndyrë do të filloj të llamotisë për vlla para se lloj mbroçkullash. Opo ata e duan në lulet Ballit. E dim qëllimin e tyre, po nuk bën. Ata këtë duan. Shoku Behar ka të drejtë. Neve nuk duhet të bie në kurthin e tyre. Murat Bënxha! Jeni të rrethuar dhe rrugë tjetër nuk keni. Më mirë nxjerreni komunistin dhe puna merr fund me kaq. Kot mendojeni! Nuk po mendojmë për ulldarjor, jo! Por na vjen keq për ata që ke rreth vetes. Jam fshatar si ne ata dhe halli ka prut deri aty. Po e ditur se çfarë njoh dhe turpi po i vën vetes. Po u bën propagandë Murat. Kot e ke. Vatani i thiri dhe këta rrëmbyen armët. Shqiptari emron derin dhe lirinë e vatanit pa ndihmën e komunistëve. Vatani nderi dhe liria
Nuk më rënë duke rrethuar ata që derdhin gjakun për to, Orbej. Prandaj mos e njollos emrin e popullit. Ai e ka zgjedhur vetë rrugën e tij. Kur kam luftuar unë për popullin, ti kishe buzët me qumësh mordjal. Atëre dëgjoj me vëmendje. Mlidh njerëzit që ka vënë edhe shtëpis dhe largohu në kusht të vonë. Rruga e popullit është lufta kundër armikut. Dorëzoni armët në Egjipt. E mos bëni gabim të qelloni, se jeni të rrethuar. Kush je ti, more? Jam unë Mitraja, me njësitin e fshatit. Abedin, Kadri, me mua. Jo tjerë do të na mbuloni me zjarr për të qellojnë. Dëgjoni bre burra! Më dëgjoj Mitro! Ne e njohim mirë njëri tjetrin. Është gjëna që të shkoj puna deri te pushka. Shprisni me! Hidhni armët e mos e zjatni! Dorëzojmë armët, baba. Mos ta merrni qaf. He pra, shprisni! S'keni nga jam bani! Hajde! Hidhi armët! Shqiptari nuk e ka zakon të hedhi armët o morat vërnqa. Këto! O shkujtove ti o mëra se ne me gjithmen... Hidhi revolin! Keq, kështu keq, të qarmatosësh patriotët nacionalistë. Por unë këtë nuk e quaj qarmatim. Po të duhen armët e mia për të luftuar fashizmin, unë i dorëzoj vetë, me dëshirë. Ky ziu sone do të vinte kokën këllëfin e bardhë i Aztekut. E do të zinte gjumi në krahët e Nosës. Botën dyrë, që duhet soptuar në guret e mullirit. Të kanë shtruar një mëjeja ta o të baja fërkuar ndajë në kokë o qfar të jë kanë dhënë një morje jashtë ka o mbushujur me panda. O Kadri, mjaftar se ne zgjeve bejton. Pas më durone shkreta zemër, mare shok. Mira, ule zen. Ka 3 net pa gjumi vafri. Fli mirë, fli. Skeja stë ke mor skeja ta jem bokoluar o me bajra kono kujo që pezi për të këmjera në Shqipëri.
Më ka dërguar Behari të them që të marrësh një pjesë njësitit fshatit dhe të na mbrosh krahët, se mund ta qellojnë ballistët. Vdekje fashizmi, baba. Liri e popullit, Obir. Jepi urtrim. Shumë familje mbetën jashtë të kryetar. Po afron dimri. Gjë e parë fare që duhet bëjnë si Këshilla Abedin themonesh që të rregullojmë në shtëpitë e padëmtuara, ata që janë hall më të madh, e ata që janë kallabllek. Edhe në shtëpinë e Xhip Efendiut? Po. Atje më përpara se kudo. Po një oda ma ta mbajmë për shkollën. Behari më ka dhënë fjalën se do na bjerë një mësues. Mirë, po ca familje ka mbetur fare pa ngrënë. Bereqeti u dogj me gjithë shtëpi. Do bëjmë si të bëjmë. Po Këshilli pse është? Do menduar për shtëpitë e djegura. E po domosdoshmë, tëra për një herë nuk i ndreqim dot neve. Po nga një konak për familje mundemi ama. Do heqim ca vëllezër. Po tëra këto bëhen ama, apo jo? Mirë se vjeno, komisar. Pa e nga të rego si dolet njerë. Në ura njëri nga tante? Po, na uvran 3 shok. Ata të Maliskaj si shpuri komandanti. Halal qumshi nënave. Po cilë qenë ata 3 trima që u vranë? Gjika. Dulje. Po tjetëri. Kush është tjetëri, komisare? Folë Behar. Baju Murat. Syrjaj. Trimi babait.
Vetë shëndoshë, Murat. Mitë shëndoshë. Të rroni vetë. Të rrojnë miqtë. Faleminderit. Po nuk më theu, komisar. Ku e mori plumbi? Në balë, Murat. Trimi babait. Të rroj Shqipëria. Këte e kemi peshqesh nga ballistët tanë. Nga Neziri dhe Necip Efendiu. Obedi. Bashën indi. Po në s'kanë që së mbashën se kanë duar të likur. Mirë, letim bajmë mënd. Ne këtu nuk jemi i gjithë këshilli. Po vendime ama mund të marrëm edhe kaj sa jemi, apo jo? Po. Ata të dy Këshilli Nacional Shërimtar i dënon me vdekje. Kush është dakord? Unë kam qenë me kohë për këtë. U vendosë, me vdekje. Po zbarë drita. Mëngjezi i fundit. Tani do të gjoj një trokashkën e mullirit. I do të thith një pahun e verë të miellit, që ka një herë ashtë mirë. Ashtë mirë. Nuk do ishim mëngjezi i fundit për ne, si kur njeriu të mos martohej në kohë lufte. Që na u desh dasmane? Nuk prisnim dosa të çlirohej Shqipëria? Jo, Abedin, jo. Shumë gjëra s'duhen bërë gjatë luftës, po. Fëmijë duhen bërë. Ata edhe bereqeti duhen me dojmos. Lufta është lufta, Abedin. Shqipëria do partizan. Edhe shpirti që të mbajt gjallë ka nevojë për i kafshat bukë. Këtë drejtë, kryetar. E thotë edhe kënga. Le të lindën në pelena, dje me vajza për bedena. Abedi. Bashën indi. Se baj më nuk. Që fëmijë ke ti, Abedin? 4 djeme dhe 2 vajza. Po ti ka dri? Djale vajzë, ti e di. Po ti mi troguri që fëmijë ke? S'pa ta fat. Të 6 vajza i kam. Edhe unë kam 2 djemë. Kam edhe 2 vajza të ndjerit tim vllajt. E dim. Ke partizan, e dim. Do me thënë, neve vatrat i kemi plot. Po... Mirë po e aty prapë, është jetim? Duhet të shpëtojmë.
që të vazhdoj luftën dhe të plotësoj vendimin e Këshillit tonë. Po si ta shpetoj, më Murat? Mire këti o Kadri. Po si do që të vi puna i duhet shpëtuar me doje mos. Jo, Xhamurat. Gëzimet gjithmonë i kemi ndarë bashk. Edhe hidhërimin bashk do të ndajmë. Jo, Beto, jo. Ti duhet jetosh mirë. Neve duhet të marrim hak. Për të gjitha duhet të marrim hak, ne. Në mos ne, djem tanë të maleve. Ti vetë. Xhamurat. Ne morëm një vendim o këshilltar. Dhe atë vendim duhet të zbatoj me doje mos. Ha? Si jeni? Ja, u gëdhim. U gëdhit sot për nesë, apo si? Jo, u gëdhim sot për sot. Nesër e ke radhën ti, Gjermani, Negjibe Efendiu. Po sha! Plak budëlla. Mos kujto se e në mbledhe këtu? Ja tani në qast të brava. Po. Të vras po të dua. Wer ist hier das Haupt? Kush është më i madhi këtu? Këtu të gjithë të mëdhenj jemi. Ti je kryetari i këshillit? Unë jam. Kom hier. Kom. Afro. Nein! Besoj se do merremi resht. Qa është kjo abedi? Deklarat që kërkon të heqim dorë nga këshilli dhe nga lufta. Ne i japim për të fermosur. Mirë, si shumë e trash kjo letra. Edhe me nder këtyre shokëve të mi, kjo as për atje nuk bën. Nuk bën. Es ist Splosen. Ihr habt unser Kriegsgesetz angegriffen. Alle ihn richten! Çfarë leo kjo abedin? More vesh gjeti? Shok këshilltar, si ju duket fundi? Mirë të bëhet, pare keqe. Fol në Negjibe Efendi, fol. Por edhe ora jote po afron. Të kemi dënuar me vdekje për tradhtin të Shqipërisë. Kush më ka dënuar? Këshilli, populli. Shosh do ta bën kurrizin. Apo jo këshilltar? Vendimi i Këshillit është ligj.
Bejto, ti duhet jetosh që të luftosh më birë. Këte e plekiruam dhe vendos më t'jen plevicë. Mosh flishti? Jove. Do keni kohë për mbledhje kur shkoni në varë. Të rrjedhë në varë kemi qenë. Çke që janë kash mër vlla? Unë vlla yt. Tu. Hët primi gjajajt, Gjemorat. Më mështillet një silem shtu në kryk. Është urrejtja. Ajo ti e forcë birë. Edhe dashuria, Gjemorat. Mëre, Abedin, nuk të kam pyetur, ato këngët e mia i ke shkruar në defterin tënd apo jo? Përse ti shkruaj? Ato i këndoni gjithë fshati, i madh edhe i vogël. Shnel, shpejt. Bejto, me dënur për zjarë hidhu në rëpirë. Hidhu dion, flutura. Pastaj të mullon bylli. Das letzte Wort. Oficeri kërkon të dëgjoj fjalën tuaj të fundit. Na ikni prangët dhe mos na i lidhni syt. Gut. Ata do të vinë. Të ronjë Shqipëria! Ti o popull lam të mirë, me një Shqipëri të lirë. Ti o popull lam të mirë, me një Shqipëri të lirë. Jemi trima shqiptarë, plumbin e presim në balla. Kemi lindur dhe do vdesim këtë tokë. Hoje!